Besimtarët ortodoks në Gjirokastër kanë marrë në mesnat dritën simbolike të Pashkës për ta çuar më pas në shtëpitë e tyre nga katedralja Ngjallja e Krishtit. Besimtarët kanë uruar për Pashkë të gëzuara dhe për më shumë prosperitet. Urime Krishti u ngjall, një shpresë për gjithë ortodoksin, njeriu ortodoks në Shqipëri dhe kudo. Uroj gjithë shqiptarët, kudo që janë, shëndet, mbarësi dhe gjithçka që kanë mundësi për ta bërë vetë më të mirën. Gëzuar dhe një herë, faleminderit. Gëzuar. Atëre urimet më të mira, Krishti u ngjall, Kristos Anesti, mbarësi për gjithë komunitetin kristian në Gjirokastër dhe kudo. Qofshin. Krishti u ngjall janë Pashkët për ne ortodoksit është një nga ditët më të shënuara sot dhe urojmë gjithë shqiptarët mbarësi në të gjitha fushat, mbarësi dhe gëzuar. Krishti u ngjall. Drita e ngjalljes simbolizon reflektim dhe shpresë. Krishti u ngjall ju uroj nga zemra gjithë besimtarëve ortodoks, Pashkë të gëzuara dhe plot bekim. Besimtarët kanë qenë të shumtë në numër për kremtimin e Pashkëve kur ra në sy dhe një thimi emigrantëve posaçërisht për këtë festë. Edhe në Sarandë besimtarët ortodoks kanë kremtuar ngjalljen e Krishtit në minutat e para pas mesnatës së të shtunës. Kjo është bërë përmes një ceremonie të organizuar në kishën e Shën Harallambit në Sarandë, e cila ka mbledhur me qindra besimtar përfshi dhe ata të ardhur enkas nga emigracioni për të festuar Pashkët. Mesha e ringjalljes e drejtuar nga Atko Zmaju u përcoll nga besimtar të shumtë, të cilët ndezën qirin në shenjë besimi për ringjalljen dhe mbarësinë së bashku me ringjalljen e Jezu Krishtit. Ceremonia e ringjalljes së Krishtit është ndjekur dhe nga kryetari i Bashkisë së Sarandës, Oltion Çaçi, si dhe nga kandidatët për deputet të garës zgjedhore të 11 majit.